Arqipezhgu i Shkodrës, Giovanni Peragjine, ka përcjell një mesazh urimi për besimtarët musliman me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në mesazhin e tij drejtuar Muftiut të Shkodrës dhe të gjithë komunitetit musliman, Imzot Peragjine shpreh ndjenja të thella respekti, vllazërie dhe afërsie shpirtërore, duke uruar agjërim të lehtë të pranuar, paqe në zemër, forcë në përkushtimin fetar si dhe begati e harmoni për çdo familje. Ai thekson se këtë vit, fillimi i Ramazanit përkon me hyrjen e të krishterëve në kohën e Kreshmos, një periudhë pendese, lutjeje dhe ripërtëritje shpirtërore, duke e cilësuar këtë përkim si një ftesë që të dy komunitetet të ecin paralelisht në reflektim, vetëpërmbajtje dhe kthim të zemrës drejt Zotit. Arqipezhgu nënvizon se lutja, edhe pse e shprehur në forma të ndryshme, bëhet një zë i vetëm për paqe, drejtësi dhe shpresë, ndërsa vlerat e përbashkëta si solidariteti, mëshira dhe respekti për tjetrin forcojnë bashkëtesën dhe harmoninë në shoqëri. Në përfundim, ai uroi që ky Ramazan të jetë një kohë drite, bekimi dhe ripërtëritje shpirtërore për të gjithë besimtarët musliman, duke kontribuar në forcimin e paqes dhe mirësisë ndërmjet bijve dhe bijave të vendit tonë.